Në ditët e sotme kemi vënë re që ka më shumë trishtim se sa lumturi. Njerëz të trishtuar, strese, halle, shqetësime, probleme dhe gjitha këto e mbysin njeriun dhe e fusin në një kurth i cili më pas zhytet në trishtim dhe është e vështirë që nëse futesh në trishtim është shumë e vështirë për të dalë nga ai, nëse nuk ke frym pozitiviteti dhe nuk ndjek disa këshilla të cilat po ja u them në këtë video. Më ndiqni. Të gjithë e kërkojnë lumturinë e vërtetë. Ndonse ka një sër arsyesh për të qenë të lumtur, në përgjithësi njerëzit janë të trishtuar dhe të pakënaqur. Kjo ndodh sepse ne zakonisht presim që lumturia të na vijë nga jashtë dhe harrojmë se na takon ne ta bëjmë jetën tonë të lumtur. Ajo çfarë duhet bërë është të mbajmë mend se ne jemi krijuar për të qenë të lumtur dhe duhet të përpiqemi të kultivojmë lumturinë e vërtetë në zemrat tona. Disa hapa të rëndësishme që duhet të ndjekim të gjithë. Më ndiqni. Mos u shqetësoni, jini të lumtur. Thjesht relaksohuni dhe përpiquni të mos shqetësoheni aq shumë, sepse kjo nuk do të ndihmoj askënd. Jeta është e shkurtër, nuk ka kohë për shqetësime të panevojshme. Jeta është e bukur. Ju duhet i gëzoheni mrekullisë së jetës në vend që të shqetësoheni për gjërat e vogla dhe të parëndësishme. Jetojeni, lejojeni veten të jeni të lumtur. E dyta, ushqeni shoqërinë e vërtetë. Mos i harroni miqtë tuaj. Shoqëria e vërtetë ju jep shumë lumturi. Përpiquni të përmirësoni marrëdhëniet tuaja me të tjerët dhe do të jeni një njeri i lumtur. Dashuroni, dashuroni, dashuroni. Nuk ka lumturi pa dashuri. Mos e harroni asnjëherë këtë. Ofrojini një zemër të ngrohtë atyre që keni përreth, pa pritur që të merrni diçka mbrapa. Falni dhe bëni përpara. Nuk ka lumturi pa falje. Kjo është e sigurt. Ndaj falini ata që ju kanë lënduar dhe ecni përpara. Bëjni të lumtur të tjerët. Kjo ju sjell shumë lumturi. Mos harroni të bëni dikë të buzëqesh çdo ditë. Kultivoni mirënjohjen. Jini mirënjohës çdo kujt për çdo gjë. Thoni faleminderit. Sa më shpesh të mundeni. Jini mirënjohës ndaj Zotit për çdo ditë të re. Familjes tuaj që janë pranë jush, miqve për dashurinë e tyre dhe ndaj çdo mrekullie që ju ndodh çdo ditë. Kultivoni mirënjohjen dhe do të jeni një njeri i lumtur. Paraja nuk sjell lumturi. Mendoni se duke punuar shumë ditë e natë për më shumë para do t'ju bëj të lumtur? Kjo nuk është e vërtetë. Parat nuk ju sjellin lumturinë. Të neglizhoni jetën tuaj personale për të fituar para më shumë, me siguri nuk do t'ju bëj të lumtur. Angazhohuni në aktivitete domethënëse. Mos harroni pasionet dhe talentet. Keni qenë këngëtar i mirë në shkollë, një piktor i talentuar, keni shkruar poezi disa vite më parë? Nëse doni të jeni të lumtur, mos harroni që gjërat që pëlqeni dhe talentet që keni, ti vini në zbatim. Ato ju janë dhënë dhuratë për një arsye dhe duhet të bëni diçka me to. Kjo do t'ju bëj shumë të lumtur. Mos harroni fëmijën brenda jush. Ndonse nuk jeni më fëmijë dhe keni përgjegjësi dhe gjëra të rëndësishme për të bërë çdo ditë, mos harroni pafajësinë dhe kënaqësitë e fëmijërisë. Lejojeni veten të jeni fëmijë her mbas here dhe do të shihni se dhe gjërat e vogla dhe në pamje të parë të parëndësishme do të jenë një arsye më shumë për të qenë të lumtur.